O, përshëndetje me që dashe. Shkojna me vidrën e radhës Robin Hoodi. Robin Hoodi nga Dugagjini, deputet i Kosovës. Pse për thonë Robin Hood? Sepse ka thonë veti ja kalon emnin. Kështu që nuk e di a pe dini për kërën po thonë ajo, por shkojmë të dëgjojmë vitin miq, të diskutojmë së bashku, të shqyqojmë se kush është Robin Hoodi. Kryetari i Kuvendit, unë po du me fol një dimension tjetër të kësajna që po folit. Punë e Robin Hoodit, e shpjegojna më në fund, është deputeti Bek Berisha. Shkojna me që. Këtu edhe si duket, pak të kolegë e ka bo efektin që është kërku me bo këtë efekt të friksimit, pak edhe tu e trajtu këto si diçka juridike, si një ligj normal, si diçka që vish është me disa probleme, po mundet me u bo. Byroja për konfiskimin e pasurisë së palojshme. Mas pari si emën, kjo nuk pas ka drejt mja konfisku kjo byro pasurin kërkujna. Se di ku përsheto Bek Berisha. Ku përsheto që s'ka drejt. Na kena pas që i ka drejt. Se për qatë punë po bohet, për qatë punë është. Ju vetëm votoni edhe unë gjo edhe këqërëseri. Koncepti fillestar i bëros për konfiskimin e pasurisë, që shë kemni në për fushata që e keni bo ju, mas pari si pararoje të i shpall njerëzit oligarket korruptume kështu, ka qenë propagandistik, populist edhe ka shërby për friksim. Janë, këtu është e pavërtet, sepse këta nuk i ka shpall. Ata kanë shpall vetë vetën. Po nisën për juve, pa lekaj, 53 milion. U dënu 3 vjetë, me fakte. Ramushi fabrikës tujt ja fali 40 miliona, 50 më zgabosha, edhe theke për qef. Debat Plus të regoj 200.000 eurot e funit. Rezerva shtetit ja ka dhonë njonës për një film. Atëherë ku është të dizofremim? Jo, se ka dasës që janë sa të ashtu, jënë pak ma reale, të regoj pak ma reale, Bek. Kjo për shërben edhe tashtë edhe qëllimi i kësaj është vish me shërby për propagandë, populizëm edhe friksim. Shumë gabim e ki. Njëherë kundër oligarkëve, kundër biznesëm, kundër zyrtarëve publik, edhe më shumëti kundër opozite. Po opozita ka villë, këto probleme. Opozita ka villë, njërën për ty jeni jo ti personal, po pa leka është në ankë. Ramushi ka falë pare për qef. Qa mi thonë ati një lo? Kush ti falë sot 50 milion euro për qef? Hajtë. Valla pa ma dhoni pjesë, pa ma trashët o pak gjepin. Jo sa ka bon të. Jënë 50 milion, u ndërum. Shkojna me që. E unë i përboj kritik, amo këta nuk e ka pasë antash, për këtu kjo e realitet që ka ndonë në Kosovë. Këtu, e koncepti fillestar ka qenë me kryu një lloj rrëthimi, një lloj patkoji, ku njerëzit njerë kanë me i friksu, disa kanë me ikë i Kosove, se kanë me u konfisku pasurin, po edhe disa kanë me u nënshtru. Amo mos haro, Bek Berisha, kur të blejsh kalin, du të me mafë. Së mund me e pa patkoj. Qeveria ka bo shumë mirë, që ka bo rrethen si patku. Unë nuk e di pse e këndër. Qka po të mundon? Së po kuptoj. Kjo sari mirë. Kur të mbron njëri shtetën. As nuk friksohen, as nuk ikun, as nuk i hojnë këto propaganda, sepse ky ligj, ky është hinë shtratin e vetë, mas Komisionit Venecias edhe gjykatës kushtetuese, ky është hinë kallapin e vetë edhe këtu gjykatat tona kanë me i marrë vendimet për qëto, po ju badihava pe transmetoni si kur kam ju konfisku. Okej,
ta bëni pyetje me Berisha. Çfarë parasysh morë gjykata për Palekën? 3 vjet burg, 53 milion. Ma shumë as një pyetje s'ka marrë, veç ta po ta kallzoj, veç ta tregova mua. 53 milion, 3 vjet burg. A njerë shka në vjen një kërë drua, një kërë koshta, qasi që ato vjetë e apin. Të lutëm, shkujnë amiq. Shku dikuj pasuria. Ju keni menu, ose keni parashit, se kanë me morë shiritin më i keqi për juve shto, shiritin e konfiskimit në sjetu dhe ka më shku, mja konfisku shpina i kuj. Ju e dini që s'bohet që ashtu. Shumë mirë pëthu, nuk bëhet që ashtu, shumë mirë pëthu, sepse as një politikan, as kryeministri, nuk vjen me ta morë në shpinë, as ty, as mu, as kërkujna, po biroja për konfiskimin e pasurisë. Të pa justifikueshme, mos bë propagandë bëk. As një politikan nuk vjen me konfisku. Këta paguhen pe popullit, pe neve, por mi pru ligjet. Ligji për në vetë. S'ka kërkush me ligj mo. Është biroja. Merë me këtë punë. Për jo kryeministri. E kryeministrit, në parlament, është për me pru, me votu. Ju e votoni, edhe në regullim ma vlop. Mirë për juve, mirë për shtetin. A nëse kënë diçka ma zveshë, a në s'ka fajtë. As kryeministre, kjo du më votu mëte. Sa nuk e votoni, veç i në gjithë një tiketa vete. Se me kësi fjallsh, së më një ishtë tiketën vete. Jo ti personal, po folë kështu, më përgjithësi çdo kush. As i partisë së më një ishtë tiketën vete, mos me votu. Shkujna meq? Po qashtu e keni folë, qashtu e keni bo propagandë, qashtu e keni tut njerëzit. Nuk është propagandë, absolut. Po ta shpjegoj. Këto e bojmë, po vish për shkakun që duhet njerë me ohek që të propagandën, se tani edhe e bojmë këto. A ka më funksionu Po si, ja. Nëse na e duplifikojmë një agjencion, atëherë pas ka dështu gjykata, policia, prokuroria, agjencioni antikorrupsion. Dështurën e kom për vakte. Sa nësë më thonë më shumë. Në atë moment që ty pa lekën për 53 milion, ta ka dhenu 3 vjetë, është e dështurën. është e kapne. Kërkon botë në Afrikë me shku atje, në ka që deloti njeri për 53 milion, nëse 4 milion, 3 vjetë borg. E ata më mbrojt liri, me majt liri. Une kom prirë mi besu shtyne institucionëve që i kemi kriju na para prakisht. Tash për dash ka me bo këto, e përsta kjo është propagandë. Ja, në ka propagandë. S'ka mja konfisku pasurin bashkë kërkujes. Edhe shumë valore. Kalxan që zgjedhet të kjernat, vish me presë edhe që ato parët fëmijëve kur t'ja vepni, edhe kemë shku zgjedhet. Ani. Po. Qka tentu me bo këtu? Ministra ka nostalgji edhe për të kalumen e në Verhoç atje. Qito kategori që i përmena, mi shpoll kullak. Njerëzit e lirë. Dhe më thonë njerëzit që janë të djatë, janë njerëz që punojnë, që kanë biznese këtu, mi bo tash kullak edhe... Jo kullak, jo. Jo ata që s'kanë vjedh. Ata që kanë vjedh. Ku të spjegoj zbek, spjegoj mirë. Le të kuptojnë popë se si kuptojnë. Tregoj ata që kanë vjedh, edhe ata që s'kanë vjedh. Dyshane në këto. S'unë me kontri. Tut na pe Enver Dugolli, Sali Zhybe si po vim. Apo, nëse ke vjedh tutu, pa tjetër. Ti, unë, aj, x personi. Po nëse unë nuk e di pse gjithë këtë vrëllë më në burë dhe jetë, Allah. Unë nuk e di pse gjithë këtë vrëllë, për që farë si, Allah. A do Allah voto, mire, pasë në kripuna, Allah. Kër je i pasë, mos e di që ki. Qa po të punën? Shkujnë amish, në është ta kalzon? A mor shpi. Pa jo, bre ministrë, si zbohet kjo punë heq. As që e ka e tutë kërkon heq. Unë edhe ta votoj këto, sa për
Ja, me votu, me votu po, me votu s'ki qare bek pa votu, pa e gare bur. E qëtë vete poshtë, i për të sen. E qëtë vete në poshtë. Po, me votu qysh, ja. Me thonë, a ka mund të U friksu pej propagandës edhe pej që ty në pëllavra sepse në pëqeni të i bo asë që 4-5 propagandë, asë pëllavra. Kur zho, heq. Kjo është, Edhe tash me ta kalëzo dhe një tjetër Shumë për me bile. përforsu. hajde, Po rajko. bile edhe me pas që s'muj me arsyetu, në i pasuni që s'mun është ma morë. Po as kërkosh që tu heq. Edhe s'do të pse? friksu bashkë kërkosh. Pse? Faleminderit. Ka më ndodha jo. Unë kam e votu Pjesa që di. tash u morra vesh me grupin. Qa bo tash bek? Allah ile qa bo? Me kone mora vesh. Ramushi ta votova? Dhe tash ta jo, bur, jo, qa bo tash? Bravo të koftë, respekt, ha? Edhe për ato që ka thonë, respekt. Të fazë, bashkë që të lisë si për thunë ti. Edhe kur t'ja nisë me funksionu që kjo, kje me pasë që është për delë. Por, nëse i trajton ti, gjykatat, prokurorit, policin, agencionin antikorrupsion, plët njësia të që mirën bashkë pikisht me që të punë. Ti ato për i trajton si të pabesueshme. O jo, o zotri, jo, s'ka të bëjë kur gjë kjo, as me prokurori, as me ato. Kjo është prokurori vetë në vetë, është këtë tjetër sen. Nësë s'po du me spiku ma shumë. Kjo është biro në vete. I ka punë të veta, i ka drejtime të veta, edhe shkon janë gjithë përveshje, hop, hati këtë. Që kaq, ma shumë s'po du me spiku. Po me gjithat miq, shkojna të ndëgjojmë, që thamë në fillim, Robin Hoodin. Të veç një sekund, hajde. Jam Robin Hood, më dasht e grabiti, kështu pa mos, kështu ja marrë dikuj, për shembull që ty në që kanë vjedhë, Po. e që shesin men, Po. më mhi menja në herë. Po. Tash kom obligime se jam deputet e duhet me rujt besimin që ma ka dhënë populli, po në herë, kur jam deputet, Me t'hi menja? po më mhi menja, shkoj ja marrë që ati që ka vjedhë, kështu ja marrë, por ata që gëzon është nuk kalëzim. Bek Berisha që kjo të regoj në fund të regoj krejt. Mishë të doshe ma shumë s'kom që a thonë. Zotë i rujtë mire poshë viteradhës. Robin Hood, të përshëndes, s'ka mirë a vlog, opozit, lajqer, ju falenderoj edhe njëre shumë që i keni votue, sepse vetëm kështu ishte për para.